e humorit, e kom trashëgu se edhe babin e ndjerë e kom pas t'il. Edhe doktor edhe humorista? Koincidencë kë ka konë? Dhe më thonë, a i ka qenë njeri pa komplekse, i zhveshur komplet i komplekseve. E një ndër to, nga gjithë e vladët e ti, po thonë kështu, jam unë ajo e cila e kom trashëgu. Edhe që tash po thonë si koincidencë, dhe më thonë, edhe që fizioterapin që e kom studiu në shkollë të mesme, thjesht me që s'kom mujtë me qenë ortopede, e kom studiu fizioterapin. Me pas diçka prej profesionit ti. E tash apo na tregon, çka mundet njeri me bë për me u zhvesh prej komplekseve? Edhe cilët janë ata njerëz që janë të zhveshur prej komplekseve? Tash ti, çka muj me bona për me u zhvesh? Këtu po të pyes si psikologa. Gjithmonë, do të thonë, duhesh mas pari me pas një vetbesim të ngritur. Ditë për ditë me punu me veten. Kur them ditë për ditë, tash kur po them ditë për ditë. Nëse nuk ke me komuniku, afrohen pas syre edhe, se e ki pa, shumica dalin, kanë komplekse, e kom hundën, e kom një sy pak ma, kështu, jo kom strabizëm, jo kështu arta. Gjithmonë afrohen pas syre edhe fol me veten. E kom fjallën për ata persona që të shikojnë. Edhe thuj, unë jam e bukur, ose mu ka falë Zotit mrekullueshme, unë ja dal edhe me bo një farë dialogu intrapersonal. Kështu që kjo të më thonë, i ndihmon shumë njeriut me o zhveshpi, se dhe unë kom punu kështu. Do më thonë, kur kam qenë me një mosh, dikun rreth moshës para adoleshente, jo adoleshente, para adoleshente, 14-15 vjeçare. Edhe unë e kom pas një kompleks goxhat madhë. Po, me thonë drejtën unë e kom pas një mekanizëm shumë të fortë edhe mamin, po pastaj edhe vetë. Edhe vetë kom punu, po mami ka punu shumë me mu. Unë kam fillu me dalë madje vetë, me u ekspozu vetë, që edhe vetës me ndihmu, po edhe të tjere me i tregu që sa do që ju mundoni me më parazyku prapë se prapë. Unë jam kjo që jam edhe pikë. Dhe më thonë, sa ma shumë që ke vetë besim, sa ma shumë që e vlerëson vetë vetën, qaq ma i zhveshun prej komplekseve je? Vetë vlerësimi është një ndër elementet kyç, qoftë në aspektin psikologjik, por edhe në aspektin vizual, për shembull, e fizik, e gjitha këto, do me thonë, po kur them me vetë vlerësu vetën, pastaj, jo me dalë, do me thonë me kalu në snobizëm, ose me kalu... Lula, në trëndafili. Po, me kalu për shembull, në karakterin narcisoid, po thjesht me vetë vlerësu vetën për ato që i ke. Edukat.